Kandidati i Partisë Socialiste për deputet Damian Gjiknuri në vimësi të takimeve që po zhvillon u ndal në njësinë administrative të Shushicës në një takim me strukturat socialiste të zonës. Gjiknuri pohoi se kërkon mbështetje në këtë zonë për të vijuar ato punë që ende janë në proces, pasi po të vendosen në peshore alternativat që ofrohen, alternativa tjetër nuk ofron asgjë. Shqipëria nuk është europiane, vetëm se do të marrë pasaportën europiane, por duhet ngritur stadi i jetesës, ndërsa theksoi se do të jetë zë i fuqishëm për çdo problematik apo investim që do të ketë nevojë zona. Unë jam i bindur që së bashku do bëjmë më të mirën. Këtë zonë dua, është zonë punëtore, është zonë besnike. Me pushtetin e Partisë Socialiste, pak gjëra do realizohen. Po t'i vëmë në peshore, alternativa e krau tjetër nuk ofron asgjë. Shqipëria nuk është thjesht europiane se do marrim pasaportë europiane, po të ngrejmë standardet e jetesës. Kjo do të jetë motoja ime për t'ju përfaqësuar ju. Patjetër pasaj për gjithë çështjet që kanë të bëjnë me investimet, me mbështetje që ka nevojë zona, dhe do të jem një kraj fort i juaj me eksperiencën time politike, me zërin tim. Unë jam një socialist si shumë nga ju këtu, sepse ju jeni Partia Socialiste. Kam gjetur mbështetje, kërkoj përsëri mbështetje. Të bëjmë atë kontratën morale me njëri tjetrin që ta çojmë përpara këtë punë. Do të jem përfaqësuesi i kësaj krajine sepse ju e meritoni. Kryetari i Njësisë Administrative të Shushicës, Birça Aliaj, duke vlerësuar kandidatimin e Gjiknurit, pohoi se është mirëpritur rikthimi i Gjiknurit në Vlorë, pasi ai ka dhënë rezultatet e tij 2 mandate kur ishte në Vlorë në 2007-2021, ndërsa garantoi se në këtë fushat në Njësinë Administrative të Shushicës, jo vetëm Gjiknuri, por edhe Partia Socialiste do të dalë shumë mirë me në krye Edi Ramën. Është kënaqësi të rish me ju në krah dhe të punosh, pasi ne kemi punuar 2 mandate bashkë të 2017-2021. Je njeriu dhe një politikan i sprovuar dhe që ta bë fushatën shumë të lehtë. Dhe unë në emër të gjithëve këtyre socialistëve të zonës së Llakatundit ju premtoj se do të dini shumë mirë, jo vetëm ju, por dhe Partia Socialiste me në krye Edi Ramën. Pëse atu do ka fitore më të thellë në të gjithë qarkun e Vlorës, sikurse dhe juve këtu për ato votë do jesh një fitore spektakolare Damian Gjiknurit. Na ke non stop për 24 orë, për gjim të rinja. Suksese për ne të je i fituar. Falenderoj shumë që nuk kemi qenë në mbështetës në zonën tonë. Po flasë dhe duhet të them që nga forumi i gruas Partisë Socialiste janë shumë minjos gratë e zonës së Njësisë për rregullimin e energjisë elektrike që na bën në gjithë zonën. Antarë të strukturave socialiste të zonës i garantuan Gjiknurit angazhim dhe mbështetje maksimale për Partinë Socialiste dhe për kandidimin e tij në këto zgjedhje parlamentare, duke cilësuar si njeriu që do t'i sjellë fitoren e thellë Partisë Socialiste në Vlorë.